Amerika po e njeh fytyrën e vërtetë të Serbisë dhe presidentit të saj. Në një seancë dëgjimore në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, u përmend rreziku që i ka noset Kosovës e që vjen direkt nga Aleksandar Vučić me dëshirat e tij për pushtim dhe u dhan direktiva se si duhet të sillet Washingtoni në raport me Ballkanin Perëndimor dhe situatat e krijuara në rajonin që gjithmonë paraqet rrezikshmëri të lartë. Mendoj se Serbia dhe Republika Srpska janë dy aktorë të këqij që e vënë në rrezik stabilitetin e Ballkanit. Liderët e tyre, Vučić dhe Dodik, janë bandit. Dodik qëllimisht po kërkon ta shndërrojë Bosnjën në një kuti shpërthyese, ndërsa Vučić ka synime për të eliminuar sovranitetin e Kosovës. Reagimi ynë duhet të jetë i fuqishëm. Duhet të mbështesim KFOR-in, që është një forcë e NATO-s garantuese e stabilitetit. Kosova si një forcë stabilizuese siguroni që është e pajisur siç duhet me mbështetjen europiane dhe amerikane, por më e rëndësishmja, ne duhet ta çojmë Kosovën në rrugën e integrimit të mëtejshëm euro-atlantik përmes Bashkimit Evropian dhe NATO-s, tha në Kongres admirali në pension Mark Montgomery. Admirali i ushtrisë amerikane në pension kërkon nga Shtetet e Bashkuara që të përdorë fuqinë që ka për të shtyrë vende si Spanja, të cilat janë kundër avancimit të integrimeve euro-atlantike, që ta lejojnë Kosovën të hyjë në mjedisin e vëllazërisë europiane. Vëmendje të madhe për Ballkanin Perëndimor nga Washingtoni kërkoi edhe ish ambasadori e SBA-ve në NATO. Ky është një rajon që kërkon vëmendje nga tre anët e ndryshme të botës. NATO duhet të qëndrojë e angazhuar, po ashtu edhe Bashkimi Evropian, duke vazhduar ndjekjen e përpjekjeve diplomatike për të punuar drejt paqes, ndërsa SBA-ja duhet të paraqitet dhe të jetë e pranishme dhe të angazhohet në rajon. Nëse kjo nuk bëhet, Rusia dhe Kina tashmë janë aty, me krahët e hapur, duke kërkuar të luajnë një rol shumë aktiv në atë rajon dhe të ndajnë Europën nga Shtetet e Bashkuara, u shpreh ish ambasadorja Smith. Seanca dëgjimore në Kongres u kryesua nga kongresmeni Keith Self. Republikanët nxorën në pak kërcënimet në rritje ndaj NATO-s dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Kongresmeni sqaroi se në rajon janë tre shtete që nuk janë pjesë e NATO-s: Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova, me këtë të fundit që dëshiron me çdo kusht të pranohet në Aleancën e Atlantikut të Veriut.